Unë jam rrit këtu, mu më rej zemra ndrysh. Vunë kesh. Jam që gati 10 vjetë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je, e mirë? Mirë, faleminderit. Jo? Mirë, faleminderit. Jemi pra emisionin 05, prej nga erdhe? Prej Zvicrës. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Inderum që shka lejë udhëtimi. Mirë shumë. Ja mirë. Apo më tregon çka ke planifiku për këtë verë? Për këtë pushim konkretisht? Për këtë pushim një javë në deti, një 2 javë Kosovë. Okej. E ke përzgjedh vendi cilin bregdet? Shqipëri, po. Vjen zakonisht çdo verë këtu, çdo vit? Po, minimum 2, 3 ose 4 herë në vjet, ose edhe më shumë. 3 deri në 4 herë minimalisht. Po. Pse ka të shpesh? Unë jam rrit këtu, mu më rej zemra ndrysh. Vunë kesh. Jam që gati 10 vjetë atje, po, ama... Si Familja, shoqëria. Ja. Familja, shoqëria, vendi yt është vendi yt Badjava. Ashtu e vërtet. Inderum, e tha që vjen shpesh, pavarësisht që vjen shpesh. Sa është e vështirë ndoshta me i mbajt raportin, lidhjet me shoqëri? Lidhjet me shoqëri është pak më e vështirë se shumica e shokëve unë çka i kom pas, shumica veç ose ndo shku në Gjermani, anë i këne janë shpërndajën, martu se cili me obligimet e veta, po tash takohemi, ja, prap takohemi, disa herë. Kur jemi në pushime, zakonisht takohemi. Faleminderit shumë, knasi që Faleminderit edhe juve, kalofshit mirë. Këtë pushim edhe ti.